Këshilla e tretë është ta mbajmë veten me përullësi dhe qetësi. Ta kujtojmë se ihrami na tregon një simbol të barazisë dhe thjeshtësisë. Ihrami është simboli i barazisë dhe thjeshtësisë. Jemi të barabartë. A ka mundësi dikush me e dallu në qabe kur të shkon miliarderin prej fukaras? Jo vallahi. Nuk ka mundësi asesi me dallu, pse se të gjithë jemi të veshur me të bardhë. Dhe kjo neve na tregon se të gjithë jemi te Allahu Azza wa Jall barabartë, mirë po është diçka që na dallon neve dhe ajo është devotshmëria. Dhe devotshmëria është në zemër. E kështu që veshja e ihramit neve na tregon se jemi të barabartë me të gjithë njerëzit. Edhe dietari, edhe rojtari, edhe punëtori, edhe shefi, edhe të gjithë jemi të barabartë. Pse? Sepse nuk mundemi ne me i dallu aty njerëzit kush është apo kush nuk është. E katërta vezër besimtar është